Pas 26 vitesh martesë larg syrit të publikut, thyen akullin gruaja e Ermanushit. Për më shumë se 2 dekada në ekran, moderatori i njohur e ka ndarë skenën me 10 bashkëprezantuese. Për jetën e tij familjare e ka blenduar larg syrit të publikut. E tani me sa duket, gjërat kanë ndryshuar pak. Një imazh i rrallë i çiftit ka bërë xhirin e rrjetit dhe ka thyer rregullin e artë të Manushit për privatësi absolute. Kjo dalje e papritur publike vjen si një paralajmërim. Për një intervistë të përbashkët. Ka qenë gazetari Flori Xhinjaj që ka ndarë foton e dyshës për të njoftuar praninë e tyre në formate që drejton online. Edhe pse vetë biseda nuk është publikuar ende dhe jemi ende në pritje për të parë se çfarë kanë rrëfyer. Vetëm kjo shkrepje mjaftoi për të ndezur me një herë kurreshtjen. Po, kush është fiks gruaja që i qëndron në krah Manushit? Ajo quhet Daniela Kaloja dhe profili i saj është krejt ndryshe nga bota e zhurmshme e televizionit. Daniela është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, ku ligjeron lëndën e gjinisë. Profesioni i saj reflektohet thellë edhe në punën e Edi Manushit. Si kritikuesja kryesore brenda mureve të shtëpisë, Daniela është ajo që e shtyn vazhdimisht moderatorin, që të përmirësojë mënyrën se si i trajtoi gratë në ekran dhe t'u lërë gjithmonë hapësirën e merituar bashkëprezantuesve të tij. Me sa duket, për më shumë se 2 dekada, regjisorja më e rraptë e Edi Manushit nuk pas ka qenë në televizion, por fiks në shtëpinë e tij. Dhe ju mos harroni, na ndiqni në 4 platforma online: Facebook, Instagram, YouTube dhe TikTok. Për më shumë lajme si kjo, dhe ju vetëm.